forcës së shqiptarëve në rrafshin politik në Maqedoni. Fatit fort. Asnjëherë nuk mund t'ja vlon dur të tjerëve. Kjo është për kaq kohë ku shqiptarët ishin edhe vetë të shqetësuar pse ndodhin lëvizje në funksion të ndryshimit të kësaj gjendje. Sot, kjo protest është një reagim gjithkombëtar dhe duhet të vazhdojnë protestat deri në realizimin e qëllimit ton, deri në realizimin e të drejtave tona. Dhe ju them, si vëllezër, që bëjmë me dije edhe di partive politike maqedone, që për momentin luajnë lojën e vetë për pushtet, nuk mundët asnjëherë për fatin e shqiptarëve të vendosin të tjerët. Se në këtë protest, me këtë protest, nuk janë vetëm ato pronarë të kësaj toke të këtij shteti, janë edhe shqiptarët. Gjitha lëvizjet, me gjitha proceset, bashkarisht për zgjidhjen përfundimtare të çështjes tonë kombëtare. Çështja jonë kombëtare është historikisht e njohur. O të barabartë në këtë shtet, bashkarisht me Maqedon, o për ndryshe, Maqedonia është e pamundur të funksionojë. Kriza në këtë vend është mos zgjidhja e statusit juridiko-kushtetues të shqiptarëve. Të vazhdojnë në protesta, bashkarisht opozita duhet të jetë e përgjegjshme dhe ta morë mbi supët e veta përgjegjësinë historike.